të moshatare, zani në porte e paskeruvet, qysh preje gjeto bashe muji. Sepse Bajza, aso kohë Kastrati ishte një nga, si thuash, vendbanimet që kishte më shumë, si thuash, dinjitet kulturor. Aty kishte, përveç të figurave shumë të shquara që kanë dalë nga Kastrati, aty ka patur edhe logjet në të cilat flitej që kishte njerëz që kishin ardhur për dëshirën me pa vajza e gra të bukura, kishin marrë, ka përcy malet për me ardhë për me pa logjet e Kastratit. Ka qenë një kulturë shpirtnore shumë e emancipume, gruaja ka pas dinjitet, ka pas autoritet, ka pas vlera dhe ka pas liri. Liri në si thuash, në ato parametrat e sjelljes më të mirë të mundshme. Vërtet Kastrati ka qenë për të marrë shembull e gjithë malësia, për Kastrati veçanërisht. Edhe për faktin se shpella e Frashnit e cila gjendet në qendër të Kastratit, aty ka patur një detyrë morale, ligjore, nga ana se thosha, traditave të malësisë së madhe, që secili udhëtar që kalonte aty, madje quhet pjesa ku i takonte rruga kryesore që kalonte në krahun e shpellës së Frashnit, edhe sot vazhdon në shkrimet e vjetra, quhet rruga 7 krajlave, që do thotë aty ka patur edhe disa, si të thuash, detyrime edhe vetë Kastrati, komuniteti, të cilat i kanë përqafu në një farë mënyrë, po e marrë me fjalë të vjetra, usulle, ose si thuash si kode të sjelljes, ku kushdo që ka kalu aty nuk ka guxu një kastratas ose një malsor me prit në rrugë, sepse është quajt rruga e të gjithëve, rrugë nacionale, siç quhet sot, dhe nga ana tjetër çdo udhëtar që ka kalu, edhe sikur pikën e fundit ta kishte në bulir vajza ose gruaja që kishte mush, atë pikë ujë duhet ja jepte udhëtarit edhe nëse shkonte në shtëpi pa ujë. Pra kjo ka qenë një kulturë shpirtnore që është shumë e rrallë në kulturat e shqiptarëve, por duhet të thuhet se vetë malsorët e kanë krijuar këtë pasurim ose këtë dinjitet të sjelljes së tyre. Ti kthehem pastaj pjesës udhëtimit në institucionet e edukimit. Para se të shkojmë në institucionet e edukimit, kisha një dy pyetje për këto që juve soll dhe të falenderoj shumë, pasi janë të reja gjërat, të cilat shikuesit mendoj se do të përfitojnë. Me cilët barjak tjetër ka pasur më mirë marrëdhënie Kastrati, dhe a mundet të martoheshin atë periudhë e mparshme një nga Vermoshi me një kastratse, ose një vajzë kastratit shkonte në Vermosh ose në Hot, qoftë para ndarjes të kufive, edhe tani më mbrapa. Atëherë unë sot me kënë se jam përfshi në shumë studime, sidomos të trashëgimisë kulturore, unë them një gjë, malsorët sot ndoshta shkojnë në disa breza, po në përgjithësi janë një pedaj. Në disa breza, por lidhen në mos në një krah tjetër, siç quhet në gjuhën popullore ose në gjuhën e vjetër, o në trungun, në lisën e gjakut ose në lisën e tamblit, që do thotë ose nga nana ose nga baba e ka një lidhje për të quajtur të afërm. Megjithëse ne e kena kodin gjenetik në 7 breza mos mu martu në mesvedit. Deri në vitet, po them 50, për me kanë korekte, por deri në vitet 45, Kastrati nuk është martu mes vedit, sepse kaq të afërm kanë qenë me njëri tjetrin. Po ashtu dhe Hoti, biles edhe sot Hoti e ka, si thush, është si një, si thush, i vret kjo në kulturën e tyre, nëse martohen në mes vetit, edhe pse i kanë kalu disa brezni më tepër. Sepse kjo është një kulturë, një trashëgimi që na kanë mësuar të partë. Përsa i përket martesave, Hoti kryesisht me Kastratin është martu, por bëhet fjalë
po them para se të mbylleshin kufit, se me njëherë sa po kanë ra kufit, mund të themi që hoti i malësisë së madhe është e dhimbshme të thuash që është nda sofra për gjys. Dhe sofra nën kupton që është nda familja për gjys. Ajo ka kënë një eksperiencë shumë më e dhimbshme se cili territor tjetër në Troja shqiptare. Edhe pse malësia është nda për gjys, hoti është si thush ai mal ose ai fis që është penalizuar më së shumti. Dhe nushta edhe për këtë ata e ruajnë shumë këtë lidhje, sot që janë kriju mundësit, e ruajnë fort të lidhje deri ku shkojnë ato lidhjet deri në se quhet në një oxhak, siç e kanë thënë të vjetrit, në mënyrë që të ruajnë genin familjar, të kenë sa më të pastër. Dhe faktikisht ka qenë mirë mendu me kjo pjesë, sepse jo për mburrje, por malësorët gjenetikisht janë shumë të pastër për sa i përket formimit fizik. Janë shumë, është shumë e rrallë që në malësi të madhe të takosh persona që kanë probleme të deformimit fizik. Shumë e rrallë. Nga se vjen kjo? Sepse pastërtia gjenetike është ajo që e mbron fort genin rrethor. Dhe kjo jo se e kanë bë edhe nga si thush kultura shpirtërore e malësorëve ose ato usulle që ka pas malësia, por edhe shkencërisht kjo është më së e vërtetuar. Po nuk më the me cilin vend tjetër kastrati bënte misira. Kush ishte më i shuar? Kastrati ka bën pothuajse me të gjithë, por pjesa më e madhe asë kohet, martesat janë bë në kërkim të shtëpive të mëdha, shtëpive që kanë pas emër, që kanë pas tradita, që kanë pas, si thush, kanë pas zë për burrni, për mikpritje, për bujari, për besë, për shumë gjana. Dhe gjithmonë kanë rënë mas kësaj, jo me gjithë fisin, domethënë për me përcaktu që me këtë fis shkoj më mirë, jo, kanë kërkuar shtëpi edhe më të mira se vedin, sepse në këtë formë po nxjerr edhe një detaj, unë jam përfshi një herë në një studim kur u bë viti i Skënderbeut, më kërkojnë të bëj një kontestë në lidhje me Skënderbeun. Tuken se unë kam studiu për histori, në atë që historiografia shqiptare e përcakton, ose si thuash e cek, është fakti që një nga hipotezat për përjardhjen e Skënderbeut është edhe kastrati i malësisë së madhe. Është e vërtet kjo, është në historiografinë shqiptare. Dhe unë kapa këtë temë sepse të gjitha tjerat ishin të ezaurume. Dhe unë disa detaje të cilat janë të prekshme dhe të dukshme dhe si thush janë shtërruese për ata që unë menoj se janë të ngjashme, e para është kanuni, sepse dihet që në Trojën shqiptare janë 8 kanune. Kanuni i Skënderbeut me të drejtën zakonore, sepse ne nuk e quajmë kanon, sepse kanuni i malësorëve, besoj që shumë malësorë me i pyet e din, ka kënë ndalume, ka kënë e namon nëse ke guxu me shkru diçka nga kanuni, qoftë edhe në kur kanë shprush të votra që kanë shprush në hi, ka kënë ndalume. Aja është përcjell zamza për mu përcjell në breza. Këtë ka pas. Dhe unë menoj që për shembull në malësor kena një detaj shumë të mirë që nipi për daj merr gjak. Dhe kjo është edhe te kanuni i Skënderbeut. Dhe kështu që ata kanë pas... Cila është lidhja me Skënderbeun tani? Do me thanë ishin detaje, si thush për me që historiografia shqiptare, nuk, do me thanë, e pohon, por nuk e vërteton, ishte nevojshme me nxjerr disa detaje, ishte kanuni, pra e drejta zakonore që ishte ngjashme, fakti që Gjergj Kastrioti ka motrat e martume në territorin e malësisë së madhe, sepse malësia e madhe nuk është kjo që njohim sot, ka qenë e madhe, e nga ana tjetër kena të veshjet të ngjashme, organizimin e martesave, të vdekjeve, janë shumë detaje për cilat ne mund të flasim për me gjithë, si thush, me bashkua disa detaje që
në të vërtet ato janë shtëruse, sepse ato janë lehtësisht të verifikueshme, por jo se mund të hellë poshtë ato që ka shkruar dhe pohu, domethënë për prejardhjen e Skënderbeut. Sigurisht gjëna e mirë do ta bëjnë gjatë gjithkush, por kjo në një farë mënyrë ishte një mundësi për me shpreh diçka që lidhet, domethënë ku është bazu historiografia shqiptare që e pohon, që nxjerr këtë fakt, edhe pse nuk e vërteton. Dhe nga ana tjetër, për sa i përket martesave të tjera, po them që në Malësi të Madhe kena edhe një detaj tjetër që pak përmendet, kena shtegtimin, që sot edhe ajo ka hyrë në trashëgimi kulturore botërore, transhumanca, ose e thënë ndryshe bjeshkimi i malësorëve. Dhe kujdo tjetër. Dhe ajo që duhet të kujtohet në këtë rast është fakti që në malet e Malësisë ka pas një detyrë çdo fis. Dhe detyra kryesore ka qenë në karavanet kur kanë ardhur nga bregu i Matës, pjesa nën Shkodrës, kur kanë ardhur për me kalun Malësi me dalë deri në majet Kelmenit, plau Guci, sepse edhe atje ka pjeshk tona, të gjitha fiset kanë pasur rojtaret e vetë. Dhe me njëherë sa kanë dalë, se thush në afërsi të kufinjve juridik, po them, të maleve të Malësisë, secili është dashur me i përcjell edhe me e para përgatit që po vinë karavanet dhe duhet i mbrojmë, sepse ato janë kanë edhe me dame, domethënë është kanë edhe me pagesë nëse ka ndodhur diçka. Dhe këto karavane, ty kanë se kanë malësor. Pjesa e madhe që edhe sot janë në zonat e Bregdetit, në Lezhë, në Velipoj, kudo ku janë që kanë ardhur dhe kanë dalë në Bjeshk, pjesa më madhe edhe kanë gjetë edhe fatin e vetë nëpërmjet këto lëvizjeve, sepse aty kanë edhe familjet e mëdha, se jo gjithkush ka mujt me pas mundësi me bjeshkuar, jo gjithkush ka pas bjeshk. Ka pas prej atyre familjeve që kanë bijetuar në çdo kohë. Ku janë bjeshkët e kastratit? Atëherë, bjeshkët e kastratit i kap, besoj që majën e Veleçikut e ketë dëgjuar. Absolutisht. Nga maja e Veleçikut edhe deri në kufi me thejthin, po është një vi që është ndarëse, shkreli, masanej boga është e lidhur me pjesën e Kelmenit, sepse edhe boga është Kelmen, dhe përsa i përket kufive të vjetër është e vështirë të përcaktohen, për sa kohë në periudhën e sondimit turk, shumë herë ato janë quajtur si një plaçk benefitësh dhe janë shite ble ose janë huazu, janë fitu. Janë shumë detaje për cilat është e vështirë të përcaktohet se si sot mund të gjejmë vetëm këta kufin për të caktuar bjeshtë e kastratit, bjeshtë e shkrelit, bjeshtë e hotit, pra janë të përcaktume. Bjeshtë e hotit janë në afërsi me bjeshtë e kastratit, edhe pse bjeshtë e hotit janë edhe një pjesë, janë edhe në zonën e plau Gucis, sepse edhe atje ka hotën.